Ky mbikalim vazhdon të jetë pa sinjalistik rrugore dhe pa sistem ndriçimi, qartësisht pa masa sigurie për parandalimin e aksidenteve. Është mbikalimi hekurudhor në daljen veriore të qytetit të Shkodrës në Stom Golem, që çuditërisht ka vite që ndodhet në këtë gjendje dhe nuk është ndërhyrë as nga autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër, as nga pushteti vendor për të rivendosur masat e sigurisë në këtë segment. Siç është theksuar edhe më parë në kronikat e mediave lokale të Shkodrës, ky mbikalim është shumë i rëndësishëm për rrethinat si Bardha e Postrib, Shllak dhe krahinën e Dukagjinit, pasi është pjesë e rrugës kryesore që i lidh të zona me qytetin e Shkodrës dhe Anasjelltas. Për pasojë, qarkullimi në këtë rrugë vijon 24 orë pa ndërprerje. Kjo është një arsye më shumë që ky vendkalim të jetë i pajisur si me sistem ndriçimi ashtu edhe me sinjalistik rrugore për të garantuar sigurinë e lëvizjes. Përveç kësaj, ky segment rruge ka edhe 2 degëzime të tjera që lidhen me mbikalimin, por që paraqesin rrezikshmëri të lartë nëse drejtuesit e mjeteve nuk tregohen të vëmendshëm. Gjatë 20 viteve të fundit, në këtë mbikalim kanë humbur jetën 6 persona në aksidente, një fakt tragjik që tregon sa të domosdoshme janë masat e sigurisë për të parandaluar aksidentet në këtë segment. Por çuditërisht ndonse kjo rrezikshmëri njihet prej shumë vitesh, siguria rrugore dhe pjesa dërmuese e elementeve të saj këtu janë shkatruar. Në sezonin turistik veror, qarkullimi i automjeteve në këtë rrugë dyfishohet apo trefishohet, duke vijuar deri në Dukagjin, Valbon dhe Shllak. Ndaj është e domosdoshme ndërhyrja e autoritetit rrugor dhe Bashkisë Shkodër për të rikthyer masat e sigurisë së qarkullimit të automjeteve në këtë mbikalim, me qëllim parandalimin e aksidenteve të mundshme në këto kushte.